Droja amerikanëve se Republika Islamike e Iranit mund të kryente sulme në Shqipëri përfshiu edhe debatin parlamentar, që në nisje të saj demokratët kërkuan sqarime nga qeveria nëse vendi ndodhet në këtë rrezik. Duhet siguroj deputetin Shehu dhe gjithkënd në sallë dhe jashtë sallë. Ne i ndjekim me shumë vëmendje, me shumë seriozitet, si deklaratat e partnerëve tanë këtu, jemi në kontakt me ta këtu, jemi në kontakt me ata në Washington, jemi në kontakt me partnerët e tjerë në NATO, janë diskutime që bëhen në forumet e ndryshme, por ajo që duhet të them është që vlerësimi që kemi sot, duke i ndjekur me vijimësi të gjitha ngjarjet, të gjitha deklaratat, të gjitha zhvillimet, është që nuk ka absolutisht asnjë arsye për të qenë të alarmuar. Qetësia e Ferit Hoxhës nuk relaksoi diskursin e opozitarëve, të cilët vijuan të akuzonin institucionet për mungesë përgjegjësie. Dhe përpjekjet për të diskredituar informacionin zyrtar të Shtetet Bashkuara të Amerikës si hamendësim e bën Shqipërinë qesharake në rastin më të mirë. Në rastin më të keq jep mesazhin se qeveria shqiptare nuk ka bashkëpunim me aleatin ton strategjik. Fakti parë, jo më larg se mbrëmjen e djeshme, i kam kërkuar strukturave të policisë, konkretisht strukturave të antiterrorit, strukturave të Departamentit të Sigurisë Publike dhe Policisë Kriminale të jenë në komunikim me zyrën e sigurisë të ambasadës amerikane, nga të cilat me përgjegjësi të plot konfirmoj se është komunikuar. Spari nuk ka asnjë informacion konkret, qoftë edhe inteligjencë për një situatë rreziku real. Teksa ministri brendshëm fliste për sigurinë, ministri mbrojtjes po dëgjonte debatin, duke mos u bërë pjesë e tij. Deklarata e dieshme e ambasadës amerikane nuk besoj që është vetëm një thirrje që ka të bëjë me qytetarët amerikanë, sepse ka të bëjë me territorin e Shqipërisë. Dashur motra e vëllezër shqiptar, Shqipëria aleate e Shtetet Bashkuara të Amerikës, vend antar i NATO-s, nuk ka sot asnjë informacion zyrtar për të qenë target i këtyre sulmeve. Për të mbyllur këtë debat, kryeparlamentari Peleshi vendosi të ndërpriste fjalën opozitarëve, duke i detyruar të hynin me forcë në rendin e ditës.